Projekti me vlerë afro 18 milion euro ka hyrë në fazën e zbatimit në qendër të Gjilanit. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve, ekipi i televizionit shkoi në vendngjarje, vetëm një ditë pasi në televizionin Dugagjini në emisionin 5 u ngritën dyshime nëse ekziston apo jo leja e nevojshme për vazhdimin e tyre. Por prania e ekipit nuk u pret mirë nga menaxheri i kantierit, i cili tentoi me forcë largimin e kamermanit e gazetares nga aty. Shqetësimi fillestar i menaxherit të këtij kantieri ndërtimi ishte fillimisht se ekipi televizionit Dugagjini hyri për të marrë pamje nga hyrja kryesore. Megjithatë, akses për në këtë vend punishte ka edhe nëpër pjesë të tjera, të cilat nuk janë të rrethuara fare. Për gjithë këto zhvillime, ekipi televizionit ka tentuar të marrë përgjigje edhe nga zyrtarë të tjerë të komunës së Gjilanit, përfshirë këtu edhe kryetarin e komunës Alban Hysenin, megjithatë gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje. Komuna deri në mesditë nuk pati asnjë reagim. Por këshilltari i kuvendit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Gentret Murseli, e konsideron të papranueshme situatën. Absolutisht është sulm i papranueshëm ndaj gazetarëve. Kjo nuk ka ndodhur më herët në Gjilan dhe nuk guxon me u përsërit më. Pa dallime partijake, të gjithë duhet të jemi bashkë kur bëhet fjalë për fjalën e lirë. Murseli ngrit pikpyetje edhe për aspektin ligjor të projektit. Punimet për ndërtesën e administratës janë duke u zhvilluar me leje. Leja është publiku, po respektohet ajo leje duhet që të shqyrtohet në të ardhmen, mirë po sa i përket intervenimeve në parkun e qytetit dhe në pjesë të tjera të investimit, ende nuk e kemi publike lejen e ndërtimit që nënkupton që komuna praktikisht është duke kryer punime pa e pasur në dispozicion lejen për ndërtimin e bulevardit. Ndërkohë, drejtori i shërbimeve publike në këtë komunë, Kushtrem Ibrahimi, që të njëjtën ishte i qasshëm për televizionin, ka postuar në Facebook pamje nga punimet që po zhvillohen në kuadër të projektit për bulevardin. Aty bashkangjiti edhe një dokument me pretendimin se është leje për punimet në total, por që në fakt fotografia dëshmon se është leje vetëm për ndërtimin e objektit të komunës së re.